një republikë sërbe si Bosnë, dhe në këtë rast, teoria, më thënë, deviza e Serbisë, për Serbitë madhe po realizohet. Deklarata e 26 për mendimin tonë ka qenë një paralajmërim opinionit shqiptar që realisht Kosova po fitojnë status Kosovës për fitë për informacion, po nuk fitë për shtetë sovran. De facto dhe jure mendohet që Kosova, me du patur dhe në konferencë shtyti të fondit, planifikohet që të jetë me trupin në komunik për me kokën Beograd. Rreth çështjes Kosovës, kur flasim, konsiderojmë që në hapësira shqiptare nuk është problemi i Kosovës. Ne konsiderojmë që Kosova është myra gordiane dhe krahas saj është edhe çështja çame, edhe çamëria. Por jemi të vetëdijshëm që Shqipëria është vetëm një vend i botë që kufizohet me popullin dhe trojët e veta. Pra kemi trojë shqiptare në Maqedoni, kemi trojë shqiptare në Malzi, kemi pastaj trojë shqiptare për cilën nuk spitet fare dhe shef në drejt Bujanos. Kemi dhe një krahi shqiptare që ka përjetuar fatin njëtë si Qamuria, diku pas një shqiptare të zënë që qëtë Toplica dhe Shtrije nga Podujeva, apo Besianës në thonë sot, deri nish, një popullar shqiptare që është vendosur në Kosovë, që jeton në Kosovë, ashtu si Komisia Shqiptare Qamuria jeton në Shqipëri, dhe është dhe në harresë. Situata politike, përgjithsisht në Ballkan, sidomos vitit në 6, është një vit për një mentor shumë të vogël. Pra, në Maqedoni do të bëhen zgjedhje, dhe në ta zgjedhje nuk di se do të thjesht sot. Po përgatitet një referendum në Malzi, dhe është planifikuar që në 21 maj të bazë referendumit. Aty janë dy koncepte apo dy kërkesa. Pra, njëra kërkesë është për pavarësinë e Malzi, dhe mbrenda Malzi realisht jetojnë 80% shqiptarë. Çfarë problemi se cili do të ketë statusi i shqiptarëve? Çfarë qëndrimi do të bëjnë për shqiptarët? Për mendimin tonë, shqiptarët realisht do ta mbështesin referendumin për pavarësi, shputjen e Malzi, por ne konsiderojmë që shqiptarët do ta kushtojnë paraprakisht mbështetjen apo më mirë me thënë votat që do japin për referendum. Pra, shqiptarët në Malzi mos ta bëjnë gabimin siç i bënë ne shqiptarët në Maqedoni. Në vitin 92 që e pranuan pavarësinë e Maqedonisë dhe nuk e kushtuan në dekretet elementare kombëtare, ndër të cilat është Universiteti, Planuri, Rusia. Pra, siç kushtozuam edhe Serbia. Serbia. Sa përket çështës çame, pra në platformën e frontit, edhe çështën çame ne e kemi, krahas çështës Kosovës. Ne këtë zgjidhjen e problemit çam, për problemet që Komisia Shqiptare çame, i ka probleme, për kemi dëgjuar që ka një shoqat, për 15 vjetësh, ka dhe një parti politike, që dole edhe zgjedhje, por ne në platformën tonë kemi përcaktuar ashtu. Pra, cilat janë kërkesat tona? Për zgjidhjen e problemit çam. Në një, çamët të rikthehen në trojët e tyre. Në 2, hiqet ligji i luftës midis Greqisë dhe Shqipërisë. Në 3, çamët e rikthyer çamët të kërkohet falje publike, ashtu siç vepruan gjermanët me hebrejt. Çamët të paguhet dëshpërimin për shfrytëzimin që ka bërë lirat aty të trojëve. Dhe e pesta, e fundit themi, Komisia Shqiptare në Greqi të vëzohet poshtë drejta sa që vëzohet në drejtë e Greqë në Shqipëri. Për çka ne jemi rrjedhishëm që në këtë jetë të gëzon shumë drejta. Atëherë, për të bërë një parantezë fare të shkurtër, se do të drejtohesh edhe zotrinjve. Atëherë, kemi vendosur 5 pika të cilat parimisht duket sikur jo duket, por kanë një blockout, mund të themi jo vetëm nga Greqia, por edhe nga Europa. Atëherë, si do të veprohet, cila strategjia në këtë rast, sepse të flasësh për të pesta këto pika në këtë situatë, për zonën e Çamarisë, pavarësisht se ne kishë shqiptare e duam dhe natyrshëm e kërkojmë që jo vetëm rikthimin, dëmshpërblimin, faljen, gjithçka pra të rivendoset e drejta e mohuar dhe në programin e Çambit. Cila është strategjia shkurt për të arritur këto pika, sepse mos harroni keni para një Europë, keni para një Greqi e cila thotë unë nuk diskutoj për çështjen e Çambit. Është mos i vërtetë që Greqia është anëtare e Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Dhe ne konsiderojmë që Bashkia Evropiane përgjithsisht ku të masë kokat e popujve do të masë një metë. Në qofse është kryer një gjenocid në popullsinë shqiptare, çame, këtë vetë Bashkia Kombëtare do ta dënojë. Paraprakisht. Ne kemi dëgjuar që kohët e fundit është folur që në një ligj gjykata e lartë greke u merr pronat popullsinë çame. Kemi dëgjuar edhe zëra të tillë që thonë që
të probleme vetëm këto periudhë. Duhet bëjmë disa dallime në shqiptarë. Çfarë në prona dhe çfarë në troje. Ne do të kërkojmë që Kombësia Shqiptare çfarë të kthehet në trojet e veta. Sepse askush nuk ka kompetenca të shefit në trojet shqiptare. Unë desha të shtoj, nëse më lejon. Në rast të parë, të gjitha kjo strategji që thotë zoti Gafur është shumë e vërtetë. Në rast të parë ka një element numër 1, është të bërë një genocid. Dhe ky genocid kërkon një qëndrim politik për të dënuar genocidin. Dhe dënimi i genocidit zgjidh të gjitha problemet që vijnë pas kësaj. Sepse po dënu genocidi, në rast të parë do të kërkohet falje publike, në rast të dytë do të pranohet faji, dhe në rast të tretë do të vinë të gjitha amendimet që do të vinë pas këtij dënimit të genocidit. Dhe këtë flamurin e këtij dënimit të genocidit e bën një bashkëveprim i politikës në radhë të parë në Shqipëri, se po nuk qesh shteti shqiptar, qeveria shqiptare e predispozuar për të patur atë dëshirën e mirë për ta ngritur këtë lloj strukture për dënimin e genocidit, që nuk mund të arrihet vetëm me fjalë, mund të arrihet vetëm nëpërmjet këtyre bisedimeve, nëpërmjet diplomacisë së ekuivalente dhe të barazvlershme. Mos të harrojmë vetëm një pikë. Në vitin 35 Greqia kërkoi të përzinte Çamët, ashtu siç bëri në 44, nga territori i vet. Mbreti Zog i asaj kohe me qëndrimin që unë do t'i përzoj të gjithë minoritarët, do t'i sjell në Greqi. Dhe ata e ndërprem për një herë të punë. Pra ky është një qëndrim politik që mbajti vetë mbretëria. Në këtë rast ne nuk po kërkojmë as shpërngulje të minoritarëve asgjë, po kërkojmë dënimin e genocidit. Po u dënu genocidi, ka filluar në radhë të parë, është vendosur guri i themelit në zgjidhjen e problemit Çam. Nuk e di. Po, faleminderit, unë do të drejtohesha në këtë rast dhe Atë Nikollës. Atë Nikolla, kisha juaj është dalluar të paktën për autoritetin dhe me vetësinë e saj. Në këtë aspekt, në çështjen kombëtare, cili është roli i kishës, domethënë në këtë aspekt, i kishës që ju përfaqësoni? Faleminderit që na dhat mundësinë të themi sonde këtu përpara televizionit juaj Apollon, mendimet tona që janë shqetësuese për të gjithë shqiptarët, dhe desha ta vazhdoj bisedën në historinë e një kombi. Edhe pjesa e historisë së klerit është pjesë përbërëse shumë e rëndë, si tush, në aspektin e veprimtarisë. E rëndë them sepse jemi rënduar shumë nga kleri i huaj. Kisha jonë e Elbasan është një kishë shumë e vjetër, është 4 shekuj më parë, është një kishë e cila ka tradita që dalin në plan edhe përveç misterit, mistikës së shenjtë, del në plan dhe çështja kombëtare. Pse kleri e ka lidhur në çështjen kombëtare? Kleri ortodoks, bëjmë fjalë, e ka lidhur me çështjen kombëtare, sepse ne duke qenë si një popullsi e vogël dhe duke pasur fqinj shtetet cilat gjithmonë kanë pas qëllime agresive ndaj shtetit tonë, atëre populli besonte shumë dhe musliman të krishterë dhe nga shumë besime të ndryshme kanë qenë kompakt njëri me tjetrin, kanë bërë lidhje familjare, edhe kështu që kemi ekzistuar, domethënë, nga sulmet dhe rrebeshët e korave. Pra kisha e Elbasanit sot që unë drejtoj është një kishë që është në vazhdimin e amanetëve të martirëve të kishës ortodokse ato kefale kombëtare të Shqipërisë në shekuj. Janë vazhdimet e mësimet e arkitektit dhe themeluesit të kishës ortodokse shqiptare Fanolit. Është një kishë e cila zbaton statutin e kishës ortodokse autokefale shqiptare, që është i ngjashëm me të gjithë statutet e kishave të tjera në Europë edhe në botë, por këtu ka një ndryshim. Ardha e klerit huaj në gjatë proceseve demokratike në Shqipëri ndryshoi imazhin e kishës tonë ortodokse, vuri veton, vuri kultin e individit, dhe ky dihet drejtuesi i kishës ortodokse autokefale Shqipërisë është Eksarku Anastasia Nullatos, i cili në petku në një kleriku mendon se po kryen vepra të mira për kishën ortodokse, po përveç se bën disa ndërtime, ai po çformon dhe ka çformuar historinë e këtij kombi në rrugën e klerit. Pastaj mund të themi që ka dhe ndikime të mëdha në politikën shqiptare. Prandaj,
kisha jonë në Elbasan ruan të pastër figurën e një ortodoksit të vërtet që është shqiptar, që është vëlla edhe me një besim tjetër musliman, katolik e të tjerë që kanë ardhur dhe tash momentet e fundit. Pra pikërisht ne nuk duhet të them me fjalë të mëdha flamurin, por ne rezistojmë dhe do të rezistojmë dhe do të ndërgjegjësojmë gjithmonë e mëtej që një ortodoks, një shqiptar ortodoks të kuptoj se historinë ne nuk mund ta kemi ta na e shkruajnë grekët, serbët, italianët apo dikush tjetër. Historinë e këtij kombi e kemi shkruar, e na e kanë shkruar etrit tanë shqiptar, do ta vazhdojmë ta shkruajmë ne me dorën tonë dhe jo të na e shkruajnë pra kleri i huaj. Në statutin e kishës ortodokse të Kefale shqiptare ka një nën që është shumë i madhërishëm. Është i papranueshëm nga kleri i huaj që kemi në krye të sot. Është pikërisht nini 16, i cili në mënyrë absolute dhe jo eksplicite, shumë e pranueshme, përjashton një herë përgjithmonë në mënyrë të saktë klerin e huaj. Edhe ja thot, drejtuesit e kishës ortodokse apo të Kefale shqiptare në Shqipëri, në kishën ortodokse, pra duhet jenë me gjak, me gjuhë, komsi dhe në shësi në atë vend ku ligjëron fjalën e Zotit. Pra, kënën përjashton dhe s'jep asnjë limit, nuk jep asnjë ekuivalencë, nuk jep asnjë mundësi për të hyrë për dijenit e teleshikuesit do të bëjë një ndërhyrje fare të vogël. Pra në fundit ju si kish autokefale, domethënë që jeni me qendrën e Elbasan, ortodokse autokefale të Shqipërisë, ju nuk e njihni kishën autokefale të Shqipërisë me qendrën në Tiranë, pra të drejtuar nga kleri huaj dhe në fundit duket si një dakor. Shiko, këtu ka një sqarim. Kisha jon Shën Maria është krye kisha e qytetit Elbasan. Po. Si thash, dhe për nga vjetërsia dhe për nga traditat, domethënë qëndron në një piedestal historik. Ne nuk e pranojmë atë shprehen që thatë ju pyetja juaj është shumë e drejtë, por duhet të ketë një opinion teleshikuesi. Ne jemi pjesë përbërëse e kishës mëmë të Shqipërisë, por ne nuk pranojmë kreun e kishës, këshillin e kishës cili është i përbërë nga despot grek, sinodi i shenjtë, pra mësimet teologjike që u jepen fëmijëve besimtarve, pra dhe mendohet se kisha ortodokse është në një rrugë të drejtë po shkon mbar. Por asnjë kishë ortodokse në Europë nuk ka primat huaj, por e keqja qëndron akoma edhe diçka tjetër desha t'i shtoj bisedës, që Anastasia Nullatu, si të cilën unë nuk dëshiroj ma t'ja zej emrin me gojë, por për efekt të teleshikuesit do t'a zem, shkon në përbot, bën vizita, trumbeton me të madhe, flet, bëhet antar i Këshillit Botëror të Kishave, merr tituj të ndryshëm honofirik, as ne s'na hyn punë fare ato tituj që merr ai, edhe thotë që në Shqipëri akoma s'kan lindur shqiptar ta drejtojnë kishën. Shteti jon, ai që ishte, ai që erdhi dhe ky që është dhe ato që do të vinë, duhet kem parasysh një gjë, që kisha greke mendon se ne mund të prodhojmë mësues, inxhinier, teknik, doktor e çfarë do në çdo lloj fushe, vetëm për të ri nuk i prodhojmë dot, se kështu mendon kisha greke. Ne kemi pas dhe kemi akoma bi të nderuar të këtij kombi arkitekt të famshëm të teologjisë fetare ortodokse që e kanë shkruar me Germatarta edhe me gjatë historinë e këtij kombi. Pra përfundimisht unë do të them edhe mendime të tjera, por për pyetjen e juaj është kjo. Një ortodoks i mirë është një musliman i mirë, është një katolik i mirë, është një shqiptar i mirë, është një vëlla me të gjithë, që ndërton historinë, integritetin e këtij kombi dhe ecën përpara në rrugën e europianizimit, dhe jo të racizmit, të sektarizmit e të fushave tjera që na bi kleri huaj. Nëse më lejon zot Erben, kisha të bëj një sqarim edhe më tepër në vazhdim të asaj që tha Atë Nikolli. Këtu kemi të bëjmë me një koncept që Atë Nikolla e trajtoi jashtëzakonisht shumë mirë. Ne kemi një eksart në krye. Si është e mundur që ky kryetar i kishës ortodokse autokefale shqiptare, në emër shqiptare po them, që nuk flet shqip, që nuk ka gjak shqiptari, që
asnjëherë nuk e kemi dëgjuar të mbaj një qëndrim si njeri i Zotit ndaj çdo shqiptari të vrarë, të rrahur, të keq trajtuar, ndaj të gjithë atyre paudhësive që janë bërë në emër që ka bërë Greqia në emër të Greqisë kundër shqiptarëve. Jo më të flas kundër padrejtësive që u bën ndaj çështjes së por ndaj shqiptarëve që ndodhen, u vra një shqiptar vetëm pse ishte një tifoz i mirë i çështjes kombëtare. Ai nxori flamurin dhe tha fituam një lojë futbolli dhe jati i tij për çuditë më të madhe të shqiptarëve, ishte e pritshme për mua, ishte e pritshme dhe tha i mbir ra për flamurën. Është një epitaf që duhet shkruar mbi varrin e atij djali. Çfarë kishte flamur Pisti që u vra, mori peng dhe pikërisht ky eksark i kishës ortodokse ato kefale nuk tha një fjalë. Dhe vim në fund fare para 2 ditësh un kam gjetur një certifikat të kishës ortodokse autokefale kombëtare shqiptare e themeluar në 1922 dhe kjo certifikat në formë dekorimi që jepej një personi kush ja ndryshoi emrin kishës? Ajo ishte kisha që përfaqëson sot atë Nikol Marku. Kisha ortodokse autokefale kombëtare shqiptare. Në fakt u hoq kjo kombëtare dhe mbeti vetëm autokefale ortodokse shqiptare. Kush ja hoqi? Pikërisht tu kemi marifetin e përdorur nga të huajt, ka drejt atë Nikola që thot i huaj, sepse vërtet ai është sjell si i huaj në këtë vend. Do më falni që bëj sqarim sepse këtë dokument që kam gjetur ndoshta do të vi rast ta publikojmë për të thënë disa të vërtetë. Natyrisht do ta mirëprisim, domethënë botimin e dokumenteve të tilla, sepse her pas here ju edhe në gazetë ku punoni, në gazetën Sot dhe në shtypin e përditshëm shqiptar keni dhënë opinionin tuaj si publicist e analist për çështje shqiptare. Unë do të drejtohesha tashmë doktor Sulejman Abazit, kryetari i shoqatës ndërtare për identitet dhe bashkim kombëtar. Ju keni gjetur një libër, Kombi shqiptar në udhkryq. Ajo që unë doja të pyesja në të drejtim ka të bëjë pikërisht me pse shqiptarët duhet të bashkojnë vullnetin e tyre dhe përpjekjet e përbashkëta drejt pavarësisë, lirimit dhe bashkimit kombëtar. Ka të bëjë pikërisht me atë që ju drejtoni. Kjo është normale, po të gjykojmë që nga të gjitha problemet që trajtuan kolegët, pak më përpara, çdo shqiptar në gjuhën shqipe, në gjuhën e nënës tonë duhet kuptoj se sot ekziston një filozofi e bashkimit kombëtar, për të cilën duhet të mobilizojmë të gjitha energjitë dhe potencialet e këtij kombi që ai të gjejë veten e tij në rrugën e tij të historisë. Të gjitha problemet që trajtohen këtu nuk janë gjë tjetër veç se pasojë të gjithë ngjarjeve historike që e kanë shoqëruar kombin shqiptar në rrugën e vet. Dhe që e kanë sjellë në këtë pikë mbërritje. Dhe është e vërtetë dhe duhet thënë përsëri me plot gojën që kombi shqiptar sot është në udhkryq. Dhe ka arsye që të fokusohemi këtu. Dhe duhet ta themi troç njerëzve tan, dashamirësve tan, njerëzve tan të gjakut ton. Do të themi troç që kjo është një çështje shumë madhore për të cilën nëse nuk do të flasim sot, do të jemi shumë të gabuar dhe të vonuar nesër, biles duhet të ndeshkohemi nesër. Dhe këtë në formë në një mesazhi që del edhe nëpërmjet librit, nuk e kam vetëm për vete dhe për kolegët e mi, po e kam për të gjithë shqiptarët kudo që janë. Sepse kudo që jemi e kemi për nder të ndihemi shqiptar, të bëjmë detyrën tonë ndaj kombit tonë, ndaj vendit tonë, që na ka falur Zoti nga pjesa e tij më e mirë, me gjithçka, do të thënë resurse që konturojnë gjithë atë fuqi kombëtare që disponojnë. Pra, në konceptin e përgjithshëm, ekzistenca e filozofisë bashkimit kombëtar është një pikë referimi të cilën ne nuk e shpikim sot, por ajo ka burimin e vet nga historia. Mësimet birlante të lidhjes shqiptare-prizreni, të cilat tentuan në kohën e fund të shekullit kaluar, kur doli për herë të parë nocioni komb dhe filloi të formatoheshin kombet në tërë Europën e kohës moderne, atëherë pikërisht këta burra të rilindjes son kombëtare, advetar dhe patriot, hodhën idenë e formimit të shtetit shqiptar me të 4 vilajetet e vet. Dhe në platformën e tyre, të asaj kohe, ka gjëra që vërtet janë parimore, janë thelbësore dhe janë edhe sot pika referimi në kushtet të reja. Por ndryshimi i situatave në rrjedhat e historisë së kombit shqiptar, prej lidhjes shqiptare-prizrenite deri më sot, nxjerrin detyra konkrete në planin konkret aktiv. Këto detyra nuk janë vetëm për ne që flasim këtu. Këto detyra në radhë parë janë për atë klasë politike e cila sot për sot
nuk është në gjendje që të zgjidhë ngarkesat e mëdha që ka çështja kombëtare shqiptare. Ky është një defekt shumë i madh. Është thënë me zë, është thënë me gjysmëzëri, por ka shumë njerëz që do thënë e quajnë herezin nëse sot do të flasë një politikan për çështjen kombëtare shqiptare. Nuk e dëgjon një herë këtë në Parlamentin shqiptar. Nuk e dëgjon nga politikan që thon vetes apo nga pjesë e profesoratit akademikëve etj. Pra, sot me të drejtë, me plot gojën, ne duhet ta pranojmë që çështja kombëtare shqiptare ndodhet në udhkryq. Do të marrim disa pika referimi që i thanë shokët pak më përpara. Marrim problemin e Kosovës. Marrim problemin e Çamërisë. Po jo pak probleme ka shqiptarët në Luginën e Vardarit. Po kështu shqiptarët në, do thënë, Malinezi. Po kështu dhe shqiptarët që janë përhapur në të gjithë botën, që përmblidhen në migracion dhe në atë që quhet diaspor. Të gjithë këta i kanë syt nga shteti anë, nga vendi i tyre. Kudo që janë, kudo që punojnë, kudo që derdhin djersën e tyre, dhe mendoj se një ditë duhet të kthehen pikërisht në tokën e tyre anëtare. Atëherë, nëse do të mendojmë se ka një filozofi të bashkimit kombëtar, kjo nuk mund të realizohet vetëm me referencat historike. Kjo kërkon një strategji kombëtare aktive që t'i shërbej politikës, t'i shërbej inteligjencës, t'i shërbej gjithçka tjetër, gjithë potenciali dhe fuqisë kombëtare, në mënyrë që dhe ne, duke shfrytzuar këto potenciale, të dimë të ndërtojmë jetën tonë, të ndërtojmë shtetin tonë, vendin tonë. Është rast unikal i veçantë në botë që një shtet i coptuar në 5 shtete, po flasim për shtetin administrativ shqiptar, në kufijt e tij administrativ kufizohet me bashkëkombasit e vet. Më gjeni një rast tjetër, të dytë në botë dhe unë do t'ju kërkoj ndjes, juve dhe teleshikuesve që na ndjekin. Atëherë, pse kombi shqiptar në shekullin e fundit, në më shumë se 100 vjet vazhdon të përjetojë mbi shpatullat e veta pikërisht këtë lloj diskriminimi? A jemi ne në Europë, apo kemi qenë, apo nuk jemi? Apo duhet pranojmë që Europa nuk dënjon që të jetë këtu tek ne? Kombi më i lashtë, i lirik i Europës, me gjuhën më të vjetër në botë, me gjithë traditat e hershme historike dhe të kohës moderne, të trajtohet në mënyrë të tillë është një padrejtësi. Dhe piknisja dihet. Megjithatë, strategjia jonë kombëtare duhet të jetë një strategji aktive. Shikoni vendet përreth. Shikoni ç'bën Greqia me ato strategjinë e vet që kanë zgjedhur nga Sënduqet me strategjinë arkaike të Megalides. Ku ka qenë dhe ku është sot dhe çfarë pretendon? Në fundit ata bëjnë punën e tyre. Shikoni se ç'bën Serbia, që kërkoi të realizohet dhe ëndër e Miloševićit për Serbinë e Madhe. Dhe ç'bën Akademia Serbe në mbështetje të kësaj politike shtetërore. Për të, do thënë, dhënuar të tjerët. Atëherë le të kthehemi tek shqiptarët. Në tërë historinë e tyre ky komb asnjëherë s'u ka rënë në qafë të tjerëve. Po përkundrazi ka luftuar për të mbijetuar. Dhe ja ka dalë që të mbijetojë. Atëherë, nëse do të tentojmë që kjo strategji kombëtare të kthehet aktive, ne duhet të përcaktojmë saktë të gjitha interesat kombëtare tona të madhore. Unë, për rastin konkret, po i kthem asaj që quhet truri i këtij kombi, inteligjencës, ose nivelit akademik, akademisë shkencave. Ka akademi shkencash në Tiranë, ka dhe në Prishtinë. Pikërisht këtu do të bëja një pyetje për parantezë, meqense ju përmendni inteligjencë, po përmendni akademikët, bët një hapësirë të mendimit, një shtrihje të hapësirë të mendimit në akademitë e huaja, flasin për ato greke dhe ato në Serbi. Atëherë, pse pikërisht inteligjenca shqiptare, pse pikërisht ta intelektualët të cilët e dinë fare mirë se ku qëndron problemi, ku qëndron plaga e çështjes kombëtare, pse nuk e ngrenë zërin? E vërteta është që inteligjenca shqiptare nuk është aq pasive sa duket në aparencë. Por ajo është vënë përpara faktit dhe kërkohet me të gjitha format që t'i shplahet truri. Dhe kjo ka vite që funksionon. Unë do t'i referojmë Akademisë Shkencave. Për çështje kombëtare shqiptare, përveç se një platforme politike të vitit 98, një 40 sa faqe, e cila bën vetëm histori, nuk jep asnjë lloj zgjidhje. Atëherë, nuk është ky roli i akademisë dhe i akademikëve, që janë AIKA e inteligjencës shqiptare. Dhe që janë aq shumë. Misioni i Akademisë Shkencave përmbledhet në 3 pika kryesore, që të mos ha kohë ti përmend, por një nga këto është pikërisht ndërtimi i strategjive të zhvillimit në të gjitha fushat dhe rekomandimi i drejtimeve kryesore politikës së një shteti. Atëherë, unë gjykoj me këtë gjendje, me këtë situatë, me këto informacione që kemi në zhvillimin e rajonit gjithë hapësirës shqiptare, kjo mungon.
Ku do ta kërkojmë përgjegjësinë? Që janë këta akademikë që kanë mbritur në këto pika të larta me titull profesorësh, me gjithçka tjetër, që është investim i këtij populli, dhe do të mos i kthejnë pikërisht i populli atë që ka paguar për ta, atë që ka investuar për ta. Pse duhet shkuar në raportet me politikën deri në atë cak sa të mos cënohet integriteti i personalitetit të tij apo i titujve apo i funksionit që kryen? Po, pikërisht në të njëjtën ide, unë për të hapur edhe një dritare tjetër të diskutimit. Duket sikur ndonjëherë edhe kur Ministria e Jashtme cakton ambasadorët ose merr në punësit e saj ambasadat shqiptare, pra në punësit e saj dhe ata intelektual të cilët kanë mbrojtur doktorata dhe që kanë titull shkencor në lidhje me çështjen kombëtare, kur vjen puna nuk hapin zërin dhe nuk flasin, pra nuk e përçojnë këtë lloj ide. Pyetja jo është e drejtë, po nuk do shmangem nga thelbi i asaj që nisa, sepse ju drejtova pikërisht akademizmit shqiptar dhe inteligjencës shqiptare për të kuptuar se roli dhe misioni i tyre është tepër, do të thënë, i veçantë dhe historik. Me qoftë se nuk do të flasim sot, po e përsëris, nesër do të jetë vonë, biles do të jetë ndëshkueshme. Atëherë, pse mungon kjo kurajo? Le të fokusohemi në kuadrin e strategjisë kombëtare. Strategjia kombëtare duhet të ketë përcaktuar interesat kombëtare. Interesat kombëtare tek ne janë të shumta. Dhe çdo njeri prej tyre nuk i ngjan tjetrit në aspektin e mënyrës së zgjidhjes. Pra, duhet të ketë të veçantat e veta. Sot për sot, në çështjen kombëtare shqiptare, prioritet është interesi, do të thënë kombëtar, çështja e Kosovës, e statusit Kosovës. Mund të marrë një status Kosova sot, po ai nuk është statusi përfundimtar i Kosovës. Statusi përfundimtar i Kosovës është bashkimi i saj me shtetin Am. Dhe mënyra e zgjidhjes nuk është kjo që, siç tha zoti Adili. Nuk është kjo që, do thënë, atëre, pse në Kosovë duhet të zbatohet standardet dyfishta? Le të jap shpjegim ai që kërkon ta integrojë Kosovën në Europë. Me teorinë e integrimit, që ka brenda plot elemente që integrimit nuk mund të zbatohet, do të thënë, nuk mund të realizohet e ardhmja e Kosovës me standarde dyfishta, për mos t'i bërë komente të tjera. Atëre, hidhemi në problemin e çamërisë. Ajo kërkon një zgjidhje krejt tjetër, sepse këtu kemi të bëjmë me një shtet të Bashkimit Evropian dhe antar të NATO-s. Atëre, qëndrimi gjoja moderne i shtetit grek dhe i politikës zyrtare greke, pikërisht sepse është përfaqësuese e këtyre institucioneve në raport me çështjen çame është teatr anakronik dhe i papranueshëm. Është, domethënë, me mendësi të vjetra historike. Vazhdimi një në forma të tjera. Në forma të tjera. Atëherë, nuk mund të justifikohet qëndrimi i shtetit grek dhe i politikës zyrtare greke me gjoja ekzistencën e disa segmenteve që janë të ashtu quajtura shoviniste në drejtim të kombit shqiptar. Kjo është e papranueshme. Pse? Sepse rastet që tha zoti Iqmet më përpara, zoti Adili dhe vet atë Nikola, vërtetojnë pikërisht të kundërtën. Atëherë, ç'është ky qëndrim i një shteti, që pretendohet se është me norma demokratike etj, kjo nuk përtypet. Pra, marrim drejtimin tjetër të luginës Vardarit, edhe ai është një interes kombëtar. Por unë do të thosha që interesat kombëtare janë edhe të natyrës tjetër. Për shembull, uniteti kombëtar është një interes kombëtar. Sepse ne shqiptarëve kanë synuar gjithmonë të na përçajnë sepse kështu mund të na sundojnë dhe të bëjnë si të duan me ne. Pra është një interes kombëtar prioritar. Do të marrim elementet e strategjisë sigurisë kombëtare. Pra edhe ky është një interes kombëtar prioritar. Pse? Sepse shikoni se ç'bën sot. Një Maqedoni është përballë dhe kur vjen puna i zgjeron dhe i plotson strukturat e saj ushtarake, i plotson me mjete sulmi, kur në të njëjtën kohë në Shqipëri, në Republikën e Shqipërisë, ka vetëm gërshër dhe këto ne, dakord, do të pretendojmë që të integrohemi, që të shkojmë në NATO, të shkojmë dhe në BE, por me dinjitet, me një strategji kombëtare, duke respektuar interesat kombëtare të kombit shqiptar. Po. Faleminderit për mendimin që dhatë dhe për atë aktivitet që diskutuat. Në këtë rast unë do të drejtohesha zotit Ramis. Zoti Ramis, të diskutosh për të ardhmen kombëtare natyrshëm është një problem i cili nuk po mblidhet brenda një bisede dhe brenda një emisioni, një problem i cili të ha gjithë jetën në kuptimin figurativ, por dhe që të shqetëson gjithë jetën në kuptimin normal. Ideja për identitetin ton, për të ardhmen kombëtare ka qenë dhe e rilindasve. Pikërisht unë do të dalësha cili është objeksioni në këtë rast i asaj i ardhmërisë kombëtare shqiptare, objeksioni në lidhje me këtë këndvështrim. Unë mendoj se çështja kombëtare shqiptare
është një obligim i gjithë shqiptarëve në tërësinë e tyre, në gjitha trojet ku ata banojnë. Në atë pikpamje them se shoqata ka pasur gjithnjë si prioritet të saj një angazhim i cili ishte sa më afër interesa kombëtare në përgjithësi dhe kryesisht për sensibilizuar dhe opinionin këto që banojnë shqiptarë që çështja kombëtare shqiptare është një alternativë e shtruar për zgjidhje dhe e realizueshme brenda të gjitha standardeve të cilat sot ne mendojmë që çështja kombëtare zgjidhet kryesisht në rrugë paqësore, por atje ku mund si nuk ka rrugë paqësore kuptohet që gjërat marrin karakter tjetër si në çështja e Kosovës apo qoftë edhe në momente të veçanta në Maqedoni. Kështu që për sa i përket asaj them se mendoj që çështja duhet parë që në fëmijëri, që të fëmijë në shkolla. Unë them se hyrni kombëtar, ndërtja flamurit duhet të jenë elementet bazë që në klasat fillore. Dhe janë futur, natyrisht. Janë futur dhe kjo është gjë pozitive. Së dyti mendoj se është mirë që të pajisen në tekstet e shkollës, që në abetarët jetë një tekst i cili të sankcionoj që të gjithë shqiptarët, me gjak shqiptari, të ndihen krenar për ngjyrët e flamurit kombëtar dhe të mbrojnë